Produksioni Zëri i Shtimes prezanton tregime për fëmijë. Në këtë cikël tregimesh mund të dëgjoni 40 hadithe të shoqëruara me tregime për fëmijë. Mesazhi i së cilave vlen të dëgjohet, mësohet dhe zbatohet në jetën tonë të përditshme. Dëgjim të këndshëm. Tregimi i 6. Fantazma. Një natë, një tregtar po kthehej me vonë se zakonisht në shtëpi. Rrugës pa një zëzak të moshuar, i cili po përpiqej të kalonte natën pranë një muri. Tregtarit i udhëms dhe e mori në shtëpinë e tij. I dha supë të ngrohtë dhe e veshi me rroba të pastra. Më pas, zëzaku i moshuar fjeti në një dhumë të veçantë dhe bëri një gjumë të ëmbël. Aty, nga mesi i natës, zëzaku dëgjoi ca zhurma. U zgjua e me hap të ngadalt i u afrua dritares. Në dritën e zbehtë të hënës, pa dy hajdut që po përpiqeshin për të hyrë nga dritarja. Zëzaku bërtiti me të madhe. Hej, ju, çfarë po bëni atje? Hajdutët, kur pa një këmishë të bardhë si bora, u tmerruan. U hodhën njëri mbi tjetrin, vrapuan duke thënë, të ikim sa me parë, se në këtë shtëpi pas ka fantazma. Gjatë rrugës, nga që nuk dinin se ku shkelnin, njërit ju thye këmba, ndërsa tjetri u plagos në kokë. Njerëzit e shtëpisë u zgjuan nga zëri i zezakut të moshuar dhe zhurma e hajdutëve. I ndoqën keqbërësit dhe i zun jo larg shtëpisë. Profeti ynë i dashur thot bukur: Allahu do ta ndihmojë njeriun për sa kohë që ai e ndihmon vëllain e tij. Vetëm ty Zot kam bezu, gjithëve na ke kriju. Dëgjuat tregime për fëmijë. Interpretimin e teksteve e realizoi Ensara Ahmeti. Incizimi u mundësua në produksionin Zëri i Shtimes.